a lejohet me punu me kriptovaluta? Shiko, unë i di edhe përgjigjet që s'lejohet, jo kështu janë, gjitha ato i di, jo nuk kanë siguri. Na themi, nëse një parë në këtë rast, kriptovalutat që në parë elektronike, s'ka bazë dikun ku mu kap, dhe më thonë dhe me shku me trokit në derë, atër rrezikshmërinë e ban vetë. Nëse e ban vetë rrezikshmërinë, bismillah, për herë koft. Të mon kjo para. Dhe dyta, ata mos mu marrë me kriptovaluta, ata mos mu marrë me tregti haram. Mos me shit ata drogë, mos me shit alkohol, mos me shit mish dere, mos me lujt kazino për mes tyne. Nëse e pranën të parën me bartë rrezikun vetë, edhe dytën, nëse e din cilla prej këtyre kriptovalutave merret me harame, cilla me halal, që ato me halal, banë me punu me to, që ato me haram s'ban, e që është me ditë. Ka grupet e besimtarve në për rrjetet sociale, në për interneta që kallzojnë se cilla prej kriptovalutave merret me harame, e cilla jo. Pa dhe hoxhallar që i din detajt e këtyne seneve. Andaj na themi, e di dhe atë fetfan që jo 200 ajo s'ban me punu me to deri të sqarohet. Unë mendoj që jam jam ngjarje edhe në lojë, domethënë bajagut të këtyne meseleve, i kum lexu, i kum dëgju, i kum analizu të dy mendimet, ai që thot jo dhe ai që thot po, mu më flan zamra që lejohet nëse domethënë merresh me çato kriptovaluta të cilat nuk punojnë me haram. Çish me ditë, e intereso, ka forma.